Sipas Ministrisë së Brendshme, ish-kreu i FFM-s, Muhamet Sejdini është ndaluar nga zyrtar policor të Njësisë për luftimin e krimit të organizuar dhe të rënë si dhe të policisë kriminalistike. Nga prokuroria bëjnë të ditur se hetimet janë në vijim. Në kuadër të një rasti të hapur në prokurorinë themelore publike Shkup, zyrtarët policor kanë privuar nga liria një person për shkak të dyshimeve për kryerjen e veprave penale, përvetësim dhe keqpërdorim, po ndërmerren ende veprime me urdhër të prokurorit publik dhe më shumë informacione do t'jepen pas përfundimit të tyre, njoftojnë nga prokuroria. Muhamet Sejdini ishte në krye të Federatës së Futbollit të Maqedonisë për 2 mandate, nga viti 2019 deri në vitin 2025. Në muajin shkurt të këtij viti, ai u pezullua për 2 vite nga Federata për shkak të mashtrimit dhe keqpërdorimit të autorizimeve. Komisioni disiplinor i FFM-s ka konstatuar se Sejdini, duke keqpërdorur pozitën e tij, ka nënshkruar një kontratë me një kusht të futur për pagesë paraprake prej 20%, edhe pse një kusht i tillë nuk ishte pjesë e ofertës së pranuar për ndërtimin e tribunës në stadiumin Biljanini Izvori në Ohër. Avansi është paguar pa garanci bankare dhe pa autorizim përkatës. Sipas informacioneve të para, Sejdini dyshohet se ka përvetësuar rreth 700.000 euro, mjete që UEFA ja kishte ndarë Federatës së Futbollit të Maqedonisë për punime ndërtimore në stadiumin e Ohrit.